O me si u kom, nuk e di sa më dishni, po ka pas bëj video që thoshe i lum dorë Jozit që i ra xhesit. Sot deshëm me adresu ca njerëzve që më thonin te komentet pse promovon dhunën në shoqëri, pse po na e thu këtë gjë. Unë promovoj dhunën në shoqëri, ë? Jo, ti më fat ke drejt në respekt në cilin e thu. Nuk është se jetojmë si kafshët, ne tash jetojmë civilizim. Dhe me që jetojmë civilizim, ne s'kemi nevojë për dhunë. Atë më përgjigj pyetje, pse ekziston policia? Ke parasysh kur jetu ec rrugës e pa pritur të ngrej tabelën policie, duhet më na lutash. E di ç'ndodh nëse nuk ndalon. Ky polici merr telefonin policë tjetër që dali para të ndaloj ai. Nëse prap nuk dalon, atëherë dërgojeni skuadrën me polica me të ndjek makinën tate me të ndalu me zor. Nëse nuk dalojnë do ta stosi armatos, ta them se ke dy kallasha me vet, atëherë do të sjellën ushtrin. Me pak fjalë, nuk është se ke shanse, shteti është gjithmonë më i fortë se ti në të gjitha aspektet. Kur të thotë shteti, ti do ndalosh, atëherë ti do ndalosh, nuk e çaj bën tjetër apo jo. Ndryshe do i detyrosh shtetin të përdorin dhunën. Unë mendova se dhuna nuk ishte nevojshme në shoqëri civilizuar. Dhuna jo vetëm që është nevojshme, por kudo, është në fund të çdo muhabeti, është në fund të çdo rregulli të shoqërisë që ti s'do më ndjek. Nëse zgjedh të mos ta ndjekësh, atëherë do të bëjnë ta ndjekësh me zor, me dhunë. Masa disi personi kundër vaksinimit, kundër shkollës, nuk pëlqejnë këto gjëra. Shumë bukur, nëse ti bëni fëmijën e të ardhmen, ti ke përdash mos me vaksinu dhe mos me çun shkollë fëmijën tat. Kush më nëse të lë me bë këtë gjë, nëse tenton me bë këtë gjë, do të marrin fëmijën. Fëmijën tat ja japin një familje tjetër birësuese, veç që ta lënë me plakën e vet. Sigurisht këtë vendim e merr gjykatësi përmes një cop letra formale që ta sjellin te shtëpia dhe thon duhet me dorëzu fëmijën. Nëse nuk dorëzon fëmijën tat, atëherë vjen policia me një letër tjetër e të merr fëmijën me zor, me dhunë. Kështu që më pak fjalë, aty ku do më dal. Gjithë ju që më thatë që unë promovoj dhunën, gjithë ju që ju pëlqej ka dhuna. Dhuna është pjesë e çdo aspekti të shoqërisë, është në fund të çdo muhabeti, në fund të çdo rregulli që ti nuk zbaton. Nëse ti je në shpirt kundër dhunës dhe nuk ushtron dhunë të tjerë, ti je i paaft me ushtru dhunë. E para herë, pra ne e kundër. Dhe e dyta, si i paaft për dhunë që je. E vetmi arsye pse të tjerët nuk ushtrojnë dhunë të ti është sepse ti je i bindur. Ti nuk thyn as rregull të shoqërisë asnjëherë, nuk ka pse të ushtroj askush dhunë mbi ty ndonjëherë. Prandaj e kundër ti o plak se je një skllav i paaft. Bëj çfarë dush me këtë informacion.